Për shëndetje me së dashër. Shkon Bedri Hamza me rranën e dytë, apo gënjeshtrin e dytë. Se ky i paska dërgu letër Bashkimit Evropian për me ja hiq masat Kosovës. Por ky ka harru që partia atina kanë pagu, kanë lobu për mos me ja hiq saksionet Kosovës. Shkojmë të dëgjojmë e lutën që Pëlsita. Pëlsita kër pëndëgjoj një kryeministër që përdojnë më bo kryeministër të gënyin se cilën emision me të vërtet s'ka, nuk ka efekt. Edhe ku drejtue institucioneve të BE-s, me na hjek mosat, me na hjek sankcionet. Për shkak se Kosova ka... Po kur i shkrujt e te o burë? Sa ke kryetar komune? Apo sa bërë kryetari partijë që thash? Kur i shkrujt e te lo? Ka? Apo që tash ka rënë men që u dup një shkrujt që ke shkrujt? Ma që na iqen masat. Marë për mësë bajnë gare, amore e koftë. Se ju njohën pëshini, ju njohën. Shlirohet për këtyne blokadave, për këtyne kufizime. Ka nevojt në alëshot... A që tash pas ka rënë men, me herë se ke dit, me që tash pas ka rënë men që u dup Kosova për shliru për këtyne. E ku në allë. Marja si shtet, e na me jesë në drejt integrimeve në BE dhe në institucionet tjera. Na kem nevojt përveç miqësi edhe partneritet me shtetet e BE-s dhe shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bos takime që këm pas, Kosova e ka rrugën qetë për bashkëpunim me shtetet e Bashkuara të Amerikës, po gjithmonë të qenë partneri besueshëm, i parashikueshëm dhe gjithmonë të po interesin për te raporteve edhe miqësore, po edhe partneritet ekonomik që investitorët amerikanë sillen edhe të vinë të investojnë fushat kusht me rëndësi për Kosovën. Gjithmonë PDK-ja, mas UÇK-s, mas Amerikës, mas UÇK-s, mas Amerikës e Evropës. O deri kusht o burra, harani për këto sene, projekte, fakte, qka, me popull, jo me gënjeshtra. Mos gënjeni o burra si qare, po të me gënje. E bona këta, e bona këta, e bona këta. Miq, Zotin na rujt. Respekt. Kryeministër, Albin Kurti, baba.